Assalamu alaikum. Kjo është një klasë në xhamin e shqiptarëve në Linz të Austrisë, në xhamin Bashkimi. Mirë, po çam bani përshtypje te kjo klasë, kjo tabelë. Shikoni. A shkruaj këtu pse agjerojmë, edhe fëmijët kanë vendosur shenjat përkatëse, ku secili fëmijë ka zgjedhur një prej alternativave. Pse agjerojmë? E para i kujtojmë të varfrit. 2 na falen gjunahet. Prindrit na japin dhurata. Asnjëri nuk e paska pak këtë. Domethënë dhuratat kanë në minus. Për hir të Allahut, shumica e fëmijëve, interesant. Hyjmë në xhennet përmes derës Rayyan. Dakor? E gjithë familja agjeron. Pikpyetje këtu. Agjerimi është i shëndetshëm. Tamam? Me qenë sa më afër Allahut, e vlerësojmë ushqimin, bëhemi të disiplinuar, mësojmë të mos grindemi, mësojmë të jemi të durueshëm, shpirtërisht ndjehem më mirë. Më tërhoqi vëmendjen kjo tabel, edhe është shumë e dobishme që në xhamit tona, po në shtëpitë tona fillimisht, edhe prindrit të angazhohen me fëmijët e tyre duke i ngacmuar në lidhje me faktin se përse agjerojmë, ose çfarë është agjerimi, ose si ndjehemi në Ramazan, ose çfarë kujton nga Ramazani i shkuar, ose sa Ramazane ke agjeruar deri më sot, ose ai fëmijë që ka agjeruar Ramazanin e parë t'i bëjmë një dhuratë në fund të ditës së agjerimit, sa do simbolike qoftë ajo. E shikoni këtu, për shembull, prindrit na japin dhurata, nuk ka asnjë shenjë këtu. Unë do t'i kisha vendosur shumë shenja këtu, sepse kjo në fakt është shumë e rëndësishme që prindrit të bëjnë dhurata fëmijëve të tyre gjatë Ramazanit për t'i motivuar, jo thjesht për një dhuratë në vetvete, sa do simbolike qoftë ajo, por edhe për ta gjallëruar frymën dhe atmosferën e muajit të begat të Ramazanit. Shikoni, edhe lapsat këtu, lapsat për cilat Allahu subhanahu wa taala betohet në Kur'anin famullar, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, pra pasha hokën e bojës, një prej interpretimeve, edhe pasha lapsin, edhe pasha atë që shkruhet. Ja, këtu, në këte tablo të shpejt, e të thjesht, është përmbledh një ajet kuranor shumë i rëndësishëm, të cilin ne muslimanët e kemi pikë referimi në qytetërimin tonë të vlerave, e në zinxhirin e transmetimit të dijes e përhapjes së civilizimit islam. Më gëzoi shumë ky fakt, edhe pa dhe dëshirë ta regjistroj edhe për ju, duke i uru mi të gjitha fëmijëve të kësaj xhamie, imamit të kësaj xhamie dhe krejt besimtarëve, çdo mbarësi edhe bekim me rastin e këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit. Njerëz, është Ramazan, edhe është stina e mrekullive edhe e knasive të papërshkrueshme. Allahu ju dashtë.